Doni kocka të forta, mëlçi dhe lëkurë të shëndetshme. Hani vezë çdo ditë. Veza është një përbërës thelbësor në shumë receta të ushqimit, ato kanë një bujë sidomos në dietat për humbjen e peshës. Megjithatë, nga ngrënia e tyre mund të ketë edhe një varg përfitimesh të tjera. Dëgjoni me vëmendje sipas ekspertëve të Health Line, cilat janë përfitimet kryesore të konsumit të vezëve. Vezët do të rrisin sistemin tuaj imunitar. Vezët do të përmirësojnë shëndetjen e lëkurës. Sistemi i metabolizmit do të jetë më i lartë kur konsumoni vezë. Do të rritet prodhimi i qelizave të kuqe të gjakut dhe ju ndihmon gjithashtu kundër shqetësimeve të anemisë. Do të ndihmojë në forcimin e kockave. Vezët e mbajnë mëlçin akoma dhe më të shëndetshme. Kur hani vezë, kapaciteti juaj mendor do të jetë më i lartë. Ekspertët këshillojnë konsumin e 1 deri në 2 kokra vezë të zjera çdo mëngjes për të marrë përfitimet e lartë përmendura për shëndetin.